Greqia ka marrë. Atëherë, ne do t'i marrim me radhë. Bëhet fjalë për momentin kur do bëj marrëveshja etapit me çfarë do marrë Shqipëria, çfarë do marrë Greqia, çfarë do marrë gjithë vendet ku kalon etapi. Në këtë kohë, unë jam përjashtuar, unë nuk di. Ju jeni përjashtuar, po me kë komunikoni t'ju tani? Unë s'komunikoja me palën shqiptare jo, po pyes me palën zvicerjane. Me palën zvicerjane të gjithë i kisha marrë me një deri në 2016, komunikoni me ato, bënën këtë, bëjmë atë dhe domethënë gjënaf ishte se Naska e di shumë mirë këtë punë, që neve nuk bëshim kontakte për të na jepni këtë. Në Greqia mori. Ishte shumë e nevojshme që ne të prononcohemi, ne ishim. Çfarë mori Greqia? Nuk e kam ide shumë mirë. Se dini çfarë kam përfitimet. Në fillim fare Greqia ishte kundra projektit njerë. Po. Edhe domethënë nuk e akuzoj për jo, thënë ta kalojmë për anën tonë. Vinte sepse deri në kufirin greko-turk tapi ekzistonte ky gasjellsi. Nga këto donin që të kaloj, mos kaloj në Shqipëri fare, po të shkoj nga jugu, të vi rreth e përqark, të dalin det dhe nga deti të shkojnë në Itali. Po. Edhe akuza, një nga argumenta që sillen thënë që në Shqipëri është i pasigurt. Kjo është akuza. Dhe të drejtë kishin. Po. Domethënë, nuk flas dot kundër, se ai shteti vetë do dhe ai. Normal, doni siguri. Dhe të drejtë kishin. Ndërkohë që vetë për futja e etapit, pranimi i etapit, fakti që u futën në Shqipëri, na bëri ne me njëherë një vend më të sigurt. Neve bëm edhe deri këtu. Merit për të cilën futjen e etapit në Shqipëri, merit të cilën e ka një njeri që as donte njëri ta dekoronte. Po. Që është Akim Konrad. Akim Konrad. Është edhe Naska Vezoli. Më faqë për them, jam dhëmë. Jo, sigurisht. Dhe zoti Bashkim Baholli që as ka folur fare për këtë gjë, sepse as kush s'e ka pyetur. Sepse, me thënë të drejtën, miku juaj Berisha thot gjithkohës që unë e solla etapin në Shqipëri. Duhet ta pranojmë këtë. Po, pjesërisht është e vërtet. Pjesërisht është e vërtet. Sepse ai vërtet ishte pro futjes etapit. Dhe aparati i ministrisë në kohën e Partisë Demokratike kanë qenë të tërë në unanimitet të plot në përkraje të mbështetje. Ashtu sikur ishin edhe pastaj këto të tjerët, që ishin edhe ato unë hyjnë në ministri sikur të isha ku diun djali i shtëpisë. Po. Tani, se me vitet tham kemi gjithmonë probleme, po ne e rikthehemi. Zoti Berisha, pra pjesërisht ka të drejtë, thot zoti Baholli, për futjen e etapit në Shqipëri. Ndërkohë, ministria mbyllet në momentin kur atë e merr LSI-ja. Tani këtu ka diçka që nuk shkon. Se LSI-ja përsëri drejtohej nga Berisha qeveria, nuk është se e drejtonte Meta. Ka dhe një gjë tjetër, kalon projektin në një nivel të ri, që është niveli i marrëveshje. Më thënë, marrëveshja e futjes etapit në Shqipëri mbaroi, fillon marrëveshja e përfitimit prej etapit. Shtetet e tjera, të cilat kanë kundërshtuar futjen e Shqipërisë, të gjitha me radhë marrin përfitimet e tyre. Çfarë përfiton Shqipëria? Drejtori i EGL-s nuk e di. Po. Do të thonë, fliteshte për të marrë këto, Naska interesoheshe, unë interesohesha, por... Vetë ata interesoheshin kërkoni, thoshe. Ne nuk kishim asnjë kontakt. Jam i çik me një madhe, me thonë, ai s'më pranoi zyrë dhe unë nuk shoj më. Ai më përbuzë dhe unë e përbuzë. Dhe unë çdo njeri që më përbuz me inat mapin. Edhe për gjëra tjera nuk i marr inat. Më të kundërshtoj çfarë doj, vetëm mos përfillin se pranoj dot. Mos përfillja, kishte një arsye mos përfillja, mos ata donin interlokutor të tjerë? Unë them që është kjo arsye, po nuk kam drejt ta pohoj kështu në mënyrë të prerë. Por ama desha të them që pasi fillon një projekt, si gjitha problemet masë kalojnë në këtë plan. Interlokutori kush do të jetë dhe sipas flukseve dhe reflukseve që kanë ato me drejtuesit e kompanisë, ato tregojnë pozicionin e tyre, i cili mund të jetë dhe ekonomik, mund të jetë dhe personale, çfarë mund të jetë. Por arsye ai nuk kishte bilës vërtet nuk. Un kam udhëheq nga familja Gjinasto 2 veta. Njërin e kam bërë inxhinier, njërin e kam bërë doktor e shkencash. Me emrin e Gjinasto, se çfarë ka nuk e di, po i ka vetëm me siguri. Edhe ato të dy dashamirës kashimi. Ndërkohë që vetë Gjinasto sy takonte, sepse nuk e dim këtë gjë, po do e pyesim, zoti Gjinasto është këtu dhe mund ta pyesim, çka ka ndodhur. Unë dua të di se kjo më bën mua përshtypje. Unë gjithkohës pyes që në çfarë viti është bërë marrëveshja me TAP për përfitimet tona, ndërkohë që ju nuk e dini, dhe ju madje lëshoni edhe iden që mund mos ketë fare marrëveshje. Po. Që kjo duhet ishte fare. Unë nuk e di. As Naska s'e di. Naska që është Naska vazhdon akoma të jetë. Po, vazhdon të jetë. Naska është akoma aty në. Dhe asnjëri për jush nuk di çfarë marrëveshje ka Shqipëria. Po mirë, iku PD-ja, iku LSI-ja. Do të thënë iku PD-ja, saktë, LSI-ja ishte prapë me Ramën 2013.
Ju shkuat përsëri në ministri? Sepse ju ishit ende drejtor, patët ju hapi dyert me njëri, bëhet Gjiknuri. Me Gjiknuri po, jam takuar, ishe faza e fundit, me Gjiknuri jam takuar, dhe ai tregoi po të njëjtën dashamirësi. Po mirë, ky dashamirës ishte Gjiknuri, po ju tregoi juve kush e përfitimi ynë? Ndërkaq që unë isha larguar në 2016, unë largova nga TAP dhe largova me protestë, në kuptim personal. Nuk jo profil. Edhe unë si profila këto. Ata si profila mu, si profila ato. Ishte fatkesi. Po unë nuk e dominoja do të këte. Nuk e dominoni do të? Nuk e dominoja do të, sepse nuk e pranoja do të ide që unë duhet që të lutem një ministri për një projekt madhor, ku ai duhet më thirrste vetë. Atëre, mos ka diçka që ka të bëjë me faktin që juve ju duheshit atyre edhe të tapit përfshirë në momentin që ju mund të rregulloni çështjet? Ndoshta. Jo çështjet financiare. Kur erdhi puna ke çështjet financiare, ju duhet dikush tjetër. Unë them që kjo mund të jetë arsye. S'keni qef të Unë s'kam asnjë argument personal. Tani, unë po lexoja gjithkohës, po kërkoja përfitimet e tapit, Shqipëria çfarë përfiton nga tapi. Po lexoja dhe i referoj monitorit gjithmonë. E ka thënë Naska, më duket shumë qartë. Unë kam dëgjuar edhe intervistën e Naskës me ju, këto janë që ka thënë Naska dhe unë s'di tjera vetë atyre. Jo, është këtu problemi. Të gjitha përfitimet që vetë ata, vetë tapi, flet për Shqipërinë është siguria, rregullimi i rrugëve, rregullimi i kopsheve, shkollave. Po ne nuk jemi indianë të na keni me pasqyra. Po. Kush është tranzit fija që marrim ne, që na kalojnë tubat këtu? Këtë dua di unë. Çfarë marrëveshje ka shteti shqiptar nga ky gazi që kalon këtu? Se tani nuk mund të jesh shifë sy e plasë në zemër. Drejt keni, në periudhën që kam një kujdes i jashtëzakonshëm ka qenë për zonat ku kalon. Dhe unë kam angazhuar me shumë dashamirësi katedrën e topografisë së Universitetit të Tiranës. Gëzim Bisha ishte shef katedre dhe një djalë inxhinier i talentuar Sokola Laraj, të cilët u morën dhe unë kam akoma dhe sot e kësaj dite hartën ku kalon tubacioni me gjitha kotat ku hyn në kotën kaq hyn ke territori i bashkimit, në kotën kaq del nga territori i bashkimit futet ke territori i Rudinës. Të gjithë të hartë të detajuar me qindra pronar, pse ideja ishte që tubacioni që kalon duhet t'ju pagoj tranzitin pronarve të tokës. Kurse përsa i përket tokës, ne marrim përgjegjësi. Pse? Se toka ishte, tubacioni kalon 3 metra thellë dhe nuk njifet pronësia e pronarit në thellësi. Në thellësi, po. Kështu që, por aman, nëse unë cënonja tokën, në çfarë do lloj kushtit, azam ishte mielesha, korrjesha, të gjithë dëmin e pagonte firma direkt. Dhe në këtë pikë tapi ishte korrekt. Po, shumë korrekt. Dhe duhet ta kthente tokën në nivelin që u mor kur filloi procesi. Jo, nuk ka asnjë dyshim në fakt. Për tapin është folur gjithmonë me shumë gëzim. Ku kalonte tapi, kalonte fati. Puna është Shqipërisë, tokës që i kalon. Ne çfarë tranzit fije marrim? Edhe tranzit fine, jam marrë me këtë punë, edhe kam referuar diku, që thonë që siç është ato i japin kështu pagesat e tranzitit është që metër kub për një si gjatësie. Sa merr Shqipëria? Nuk di. Mund të mos marrin fare? Nëse s'marrim është një krim. Krim. Po. Nëse Shqipëria nuk merr tranzit fije nga ata,